Në Gjirokastër po rriten rastet e personave që vuajnë nga sëmundjet renale. Sipas mjekëve pranë spitalit rajonal, kjo ndodh për shkak të jetës sedentare dhe keq ushqyerjes. Sipas mjekes nefrologe Olta Qurku, janë kartelizuar 298 pacientë në spitalin e Gjirokastrës. Nëse bëjmë krahasim me harkun kohor 2019-2024, ka pasur një rritje të numrit të vizitave dhe personave që janë diagnostikuar me sëmundjet e veshkave, ndërsa aktualisht 47 persona marrin shërbimin e hemodializës. Me 2024 kemi një shtim të numrit të pacientëve në vizita në muaj, në 80 pacientë, në 125 pacientë në muaj, mesatarisht. Është trend në rritje, por që tregon edhe ndërgjegjësimin më të mirë të pacientëve për të ardhur tek mjeku dhe për të bërë vizitat edhe për gjëra të vogla, të cilat më përpara quheshin të parëndësishme. Unë kam kronik 298 pacientë. Sipas statistikave të spitalit, pacientët që paraqiten për vizitë, konsultë dhe kurim janë nga Gjirokastra apo Libohova. Sipas mjekes, kjo ndodh për shkak të përdorimit të tepruar të mishit apo të kripës, por edhe vetë uji që konsumojnë banorët e këtyre zonave ka përmbajtje të lartë kriprash, duke sjellë sëmundje apo infeksione tek veshkat. Numri i pacientëve kronik shkon në 300, ndërsa ka trend rritës të përhapjes së sëmundjeve të veshkave edhe tek moshat e reja.